Me dërtejt feja islame është fej e mëshirës, fej e rahmetit. Ai cili e studion në thellësi, këtë fej e kupton që me dërtejt ashtu është. Nëse ja studion gjitha njësit, e merr si tërsi, fejnë, atëherë kime kuptu që është mëshirë. Se në gjithmonë them që feja dhe natyra dyat janë prej Zotit. Vetëm se dallimi është që natyra është vepra e Zotit, nëse në anën tjetër feja është fjala e Zotit. Nëse e shikon natyrën në përgjithësi, në tërësi, e sheh që është mëshirë. E sheh duke ja fillu me vetën tonë se si jemi kriju, vetullat, ke parasysh sytë, çdo gjë që është vendosur për të mirën tonë, gjithashtu çdo gjë në natyrë, drojt, livallet, lumejt, pend, perimet, drithrat, gjithë s'ka vrejet mëshira e Zotit. Porse nëse ti specifikosh me ndonjë detaj caktuar, mund të mos duket mëshirë në natyrë. Nëse specifikosh tek ngërcirat, tek beturinat, atjena normal që nuk do të duket natyra e bukur. Kjo është sikur të shkojsh me një park dhe ta fokusosh kamerën me një kështë të mbeturinave. A duket mirë? Jo. Po ne e dim që edhe koshi mbeturina është për një urtësi. Nuk është e logjikshme të mos ketë mbeturina këtë botë. Nuk është e logjikshme të mos ketë ngërësira. Çfarë po dua të them me këtë? Njëjtën shembull, njëjtën krahazim zbaton në fe. Feja nëse e merrni si tërësi, është gjitha mëshirë. Dhe nuk është gjë tjetër veç se mëshirë feja. Se Allah i madhërshëm shprehet shumë qartë në Kur'an. Thot, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar ty vetëm se si mëshirë për gjitha krijesat. Kjo shprehja më fuqishme që ta bësh ndonjë gjë të përveçme është që ta bësh në formën mohim dhe pohim. Por këtu Allah po mohon, po thot, nuk të kemi dërguar o profet përveç se si mëshirë. Tërë feja është mëshirë. Prandaj fejnë duhet me marrë si tërsi, sepse edhe në fejnë ke gjëra, nëse fokusosh në to, mund të mos duket feja e bukur si që është në realitet, sepse mund të ketë ndonjëherë dënime për kriminal, e ke parasysh, po nuk do të fokusuar ato, edhe ato janë për një urtësi caktuar. Do të me marrë fejnë si tërsi, shikani urdhrat e fejës, shikani ndalesat, kështu vlerësohet feja. Allah të urdhran ty që ta adhurojsh vetëm atë, të urdhran që të respektojsh prind, të urdhran që të mbajsh lihet farefisnore, të nderojsh jetimat, të ushqejsh të varfrit, ta qajsh mirë me kojshi. Madje, si që përmend transmetim, edhe me largu një pengesë prej rruga, është lëmosh. Edhe buzëqeshja në fytyrën e vllait tën është lëmosh. Edhe me ndihmu ndokujt me abar gjërat është lëmosh. Shikoni sa e bukur a feja. Anën tjetër çfarë ndalon feja? Ndalon vetëm gjërat e këqija. Vrasjen, paganizmin, prostitucionin, drogën, hajnin, mashtrimin, gënjeshtrën. Gjitha këto feja jonë është shumë e pasur me argumente për çdo njërin prej këtyre, edhe shumë tjera që nuk mund t'i përfshijmë me një këshill të vetme. Prej fakteve që është feja jonë mëshirë, është që çdo sure në Kur'an ja fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Pra shikani, çdo sure ja fillon me këtë. Përveç surës Taube, edhe pse surën Taube thojnë disa dietarë që ajo është e ndërlidhur me surën Anfal, dhe kjo është një sure. Pra sipas këtij mendimi bën që çdo sure në Kur'an ja fillon me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Që aludon që kjo fe është e tëra mëshirë. Edhe profeti alayhis salam kur ka dërgu letra mbretërve, o ka filluar letra me këto Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Pra feja jonë është mëshirë, është rahmet, është dobi, është largim i dëme.